Vetë Zoti e din se cila është arsyeja pse je duke qëndruar këtu përballë me jetë në këtë video. Dhe besoj që përderisa je këtu, Perëndia don që ti të dëgjosh këtë fjalë. Nëse ne lexojmë fjalën e Perëndisë tek Jakobi kapitulli 1 vargu 12, fjala e Perëndisë thotë kështu: "Lum njeriu që i qëndron sprovës, sepse kur të dalë i aprovuar, do të marrë kurorën e jetës, të cilën u premtoi Zoti atyre që e duan." Miku i miqmuar, Zoti Perëndi na bën një deklaratë fantastike që ai thot lum ata që i provojnë, i durojnë sprovave, i qëndrojnë sprovave. Ndaj miku i miqmuar, në këtë botë që ne jetojmë, ne që besojmë se Jezus Krishti është Zoti, shumë herë kemi shumë të vështirë nga tundime të ndryshme, por Perëndia atë, në emrin e Jezusit na ka lënë frymën e shenjtë që nëpërmjet frymës shenjtë ne jo vetëm të rezistojmë, por frymën e shenjtë të shkatërrojë çdo lloj kurthit që djalli ka krijuar kundër nesh. Ndaj kërkoje në emrin e Jezusit më shumë prezencën e frymës shenjtë, që në këtë mënyrë ti jesh duke ecur me Perëndin, duke marrshuar si biri i Perëndisë në këtë botë e cila është pushtuar nga pushteti i errësirës. Jam pastor Pauli Mileti, nëse nuk më njeh, jam pastor i qendrës krishtere shqiptare në Tiranë, e cila ndodhet tek rruga Zenel Baboçi numër 37. Sot ditë e premte, data 24 prill 2026, në orën 18:30. Zoti Perëndi na thret që ne të mlidhemi së bashku, të udhëhequr nga fryma, që të marrim një bekim të mahnitshëm nga Perëndia. Ndaj nëse je nga Tirana e nuk je pjesë e një kishe tjetër lokale këtu në Tiranë, të lutem, eja bëu pjesë, sepse besoj që Perëndia ka diçka të mahnitshme për ty. Deri në videon tjetër, unë të paqja e Zotit Jezus qoftë me ty. Sonte në orën 18:30 të rruga Zenel Baboçi numër 37, mos harro. Mirupafshim.